të marrë pjesë me forca ushtarake. Atëre, çështja është si do të zgjidhet. Është tehu më i rëndësishëm i kësaj çështje? Sepse në rast se Turqia nuk do të marrë pjesë me forca ushtarake, mund të tërhiqet nga bordi i paqes. Por tërheqja e Turqisë nga bordi i paqes mund të sjellë një efekt domino. Që mund të jetë? Sanksione? Që mund të jenë vende të tjera të cilat dhe mund të tërhiqen për shkak të Turqisë. Sepse Turqia, po ta shikojmë në të paktën gjatë kohës që presidenti Erdogan ka qenë në fuqi, ka qenë një lloj mbështetëse e vendeve të tjera nga pikpamja e fuqisë ushtarake apo influencës që ajo ka pasur në vendet muslimane e tjera. Pra ka një rol të veçantë në këtë mjedis të vendeve muslimane dhe si e tillë mundet që të ketë efekt domino. Por në qoftë se futet Turqia mund të tërhiqet Izraeli, i cili nuk merr dot pjesë direkte në takim për shkak të problematikave, por e firmosje të minjan. Pra është një situatë pak e komplikuar çështja e Turqisë në pjesëmarrjen e Turqisë me forca ushtarake. Nuk është aq e thjeshtë sa duket. Po ta shikojmë me vëmendje, ka një ulje të vëmendjes të pjesëmarrjes së Turqisë. Kanë dalë harta tani, kanë dalë që paraqesin vendet pjesëmarrëse. Në fakt Turqia ka deklaruar një lloj si Shqipëria dhe si 4 vendet e tjera pjesëmarrjen e saj me forca ushtarake në forcën e stabilizimit. Që do të thotë që Turqia nuk tërhiqet nga kjo. Çështja është si do të zgjidhet. Por plani është pak delikat sepse ka dhe një aspekt tjetër, aspektin e përfshirjes së Kushner dhe planit të biznesit. Përfshirja e planit të biznesit Kushnerit në Gaza është pak, shiko, problemi është që jemi në një situatë pak delikate, një strukturë e cila kërkon të implementojë një kulturë tjetër në një vend ku në fakt kemi një kulturë tjetër, nga pikpamja qofte konceptit mbi territorin, mbi integritetin, mbi historinë e tjera, dhe kërkon të implementojë një kulturë tjetër, të ndërtojë rezorte e tjera. E gjithë kjo konsiderohet edhe si një lloj tjetërsim territori, marrje territori. Nuk është aq e thjeshtë që do të ndërtojë unë struktura dhe ju do të jetonin me luk floriri. Nuk është aq e thjeshtë të implementosh koncepte të tilla biznesi në një vend tepër konservator nga pikpamja e territorit. Po mos harrojmë dhe një element se takon Kushnerit që ai vërtet është eksponent i biznesit që do ketë një peshë të madhe se takon çështjes së rindërtimit. Por origjina e tij thotë shumë. Natyrisht që origjina e tij është problematik. Shiko, zbatimi i këtij plani është e para plani vetë paraqet problematika. Nga mënyra disa jo çështjen që përmendëm çështjen e rolit të bordit paqes në arenën ndërkombëtare, zvendësimin e Këshillit të Sigurimit. E dyta, pjesëmarrja e Turqisë. E treta, çështja e biznesit, e krijimit të bizneseve VIP për turizmin në Begdedin. E katërta është largimi ose demilitarizimi dhe largimi i terroristëve. Do të jetë një problem, sepse në fundit një gjë është, a do të ketë fuqi të mjaftueshme bordi i paqes të implementojë qoftë edhe me forcë planin e tij? Shkon deri në këtë skenar, deri me forcë. Natyrisht, sepse ajo e ka autorizimin nga Këshilli i Sigurimit për të ushtruar, për të vepruar me forcë për implementimin e planit. Po, a do të mundet ta bëjë në kushtet kur ka një aleancë të dobët? Zakonisht, operacione të tilla ose veprime të tilla paqëruese, qoftë për vendosjen e paqes apo imponimin e paqes, sidomos për imponimin e paqes, duan koalicione politike shumë të fuqishme. Duan koalicione jo të brishta, dhe sepse në fundit në një operacion paqe, fuqia më e madhe nuk qëndron tek fuqia ushtarake, po tek fuqia politike e zbatimit saj. Si e tillë, a do të jetë në gjendje dhe për më tepër aleancës dobët kemi dhe një element tjetër, që fuqia e presidentit Trump në Shtetet e Bashkuara apo në arenën ndërkombëtare do të vinë në rënje për shkak të problematikave që do të ketë ai brenda Shteteve të Bashkuara. Pavajtur akoma të zgjedhjet e midtermit, kemi një vendim të Gjykatës Supreme e cila i hoqi drejtën e tarifës,
e tarifave, pra e quajti si shkelje ligjore. Dhe ndryshimi i raporteve në Senat apo në dhomën e përfaqësuesve do t'i krijojë atij një probleme shumë të mëdha brenda që mundet ta çfokusojnë atë nga çështja e gazës apo nga bordi i paqes. Kapiten, je pro-amerikan dhe në linjën edhe në ato që artikulon dhe shumë i qartë. Sa e drejtë është kur e mendon nga ana njerëzore, që mblidhet një bord, mblidhen shtetet e ndryshme të botës, kemi Donald Trump për gjithë fuqinë që ai përfaqëson, dhe vendosin për fatin e atyre që jetojnë në Palestinë. Kur përfaqësues të qytetarëve palestines për të grupit Hamasit të tjerë, të qytetarëve palestines nuk ka në këtë bord. Sa pa drejtë është kjo? Pikërisht, mos pjesëmarrja e Palestinës është problematike në gjykimin tim e autoritetit. E para, e dyta, në marrëdhëniet ndërkombëtare, edhe në qoftë se nuk është bordi i paqes, autoriteti i cili vendos përthyerjen e paqes, cënimin e paqes dhe rivendosjen e paqes, përsëri është një autoritet i cili mund të mos jetë Palestina, që është Këshilli i Sigurimit. Pra, autoriteti sot për rivendosjen e paqes e ka vetëm Këshilli i Sigurimit. Dhe atje nuk ka kritere, mjafton që Këshilli i Sigurimit të vendosi që është cënuar paqja dhe që do të rivendoset paqja, dhe fillon çështja është që sa sensitive ose sa e marrim në konsiderat situatën në teren. Dhe pikërisht kjo është ajo që thash, kemi të bëjmë me dy kultura të ndryshme, të cilat nuk përputhen me njëra tjetrën. Ata Palestina ka 80 vjet apo në 80 vjet që lufton për të drejtat e saj. Ashtu sikurse dhe Izraeli lufton për sigurinë e tij. Por kemi një problematik të cilën bordi nuk e pasqyron.